Ha pra, më tregoni ju, çfarë mendoni ju, se unë vazhdimisht ankohem më shumë për median në Shqipëri, për gazetarët në Shqipëri se sa për politikanët, sepse janë mediat ata që flasin, janë mediat ata që përgatisin brezat që rritën, që ndërgjegjësojnë ata që janë. Edhe unë nuk kam fjalë, nuk di të shpjegoj sa herë dëgjoj lajmet, edhe më duket sikur ankohem me veten time përpara gjithë botës. Për shembull, jo nuk janë profesional, jo janë të shqitur, po më thoni ju më vlezër e motra. Dhanë lajmet dje, edhe sot mëngjes, në Top Channel. Aty ku themun që një përdor EA, e një gocë tjetër flet si motori prish, që merr supergjira dhe ndal në vend. Merr supergjira dhe ndal në vend. Është një smundje njerëzve fatkeqësi që nuk ecin dot, duan shkop edhe nisin me hesë dhe hesin me vrapë dhe taknale, nisin me vrapë taknale sigurizohen. Kështu është një gocë aty që flet në lajme, që duket sikur është një robot i kurdis keq, jo njeri, jo robot, po robot i kurdis keq, që nis me vrapë edhe ndalon, nis me vrapë dhe ndalon. Një haroj emrin e saj, Lila, se si e ka. Edhe them ku i gjejnë, edhe të forma, edhe të stili, me të mënyra e të folurit, jo mo për mbajtja e lajmeve më shkatron. Janë mediat janë të shitme ose të njëna parti, ose të tjetra. Nuk ka drejtësi, nuk ka transparencë, ka maskarallik, ka poshtërsi. Për shumë dha një lajmë, dje dhe sot, që në parlament është votu një ligj me ndryshu ca kode zgjedhore. Edhe dy partit, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, partit kryesore, partit e mëdhaja, kanë ra dakord, s'kan pas asnjë lloj kundërshtimi me njëri tjetrin. Kurse partit e vogla, edhe kandidatët e pavarur që janë shumë pak, partit e vogla kanë kundërshtu. Kaq ishte lajmi. A ka ma poshtërsi? Sepse, kur i lëvërdis atyre, i japin një konferencë të tonë shtypi, me detaje që s'është lajmë. Lajmi është që u bë kjo konferencë, dhe voli këtu dhe vazhdojnë edhe flasin se çfarë foli njëri, çfarë foli tjetri, ose për shembull të Dumani, sepse Selman Berishën, edhe duket që edhe pse Ballukun për shembull e kanë në hetim, dukesh që mand të krahun e qeverisë të Dumani. Këto lajmet flasin me detaje, flasin gati kret seancën diqimore, po dhënien llogarie çfarë quhet kjo kur flet Dumani. E përdorin këtë gazetën, medien me bë propaganda qeveritare. Që s'është nevoja të flasësh një orë, sepse nuk po transmeton punimet e kuvendit. Kurse, për këta që është një gjë madhore, thonë që dy partitë e mëdhaja ranë dakord, nuk argumentuan për me miratu kodin, ndryshimin në kodin e zgjedhjeve, kurse partitë e vogla ishin të vetmet që kundërshtuan ose votuan kundra. Nuk na tregon asgjë media. Çfarë ishin të ndryshime? Pse? Asnjëna as tjetra nga dy partitë e mëdhaja nuk i kundërshtoi. Pse partitë e vogla i kundërshtuan? Na thuj për mbajtjen që ta dim ku është. Që të dim ne pse këto të voglat nuk pas kanë votu, edhe pse Sali Berisha dhe ky Edi Rama janë puth pas perdes me njëri tjetrin. Edhe kanë rënë dakord. Këta janë lajme që s'duan na shkalu,
që zdruhen mëllësyt dhe thonë, ranë dakord dy partitë të mëdhaja. Pse ranë dakord? Çfarë ishin ndryshimet? Kundër kujt ranë dakord? Edhe pse partitë e vogla nuk bin dakord. Pra çfarë janë këtë zgjedhje? Pra paskena pislliqe që dy balozët të mëdhej ta marrin për bolesh, ta kapin për bolesh të dashin Shqipërinë, ta trellin aty, ta marrin vetëm ato përkomish, që mos lejojnë asnjë lloj force tjetër, pse nuk në i tregojnë lajmet vëllezër e motra? Pra gazetarët, media, ose janë komplet idiot, langraq, bole thithës, bëth lëpirës, të mëdhej e të vegjël, ose janë jo profesional. Sami Gjoka ju përshtet.